Gjuha e urrëties nëpër rrjetet sociale është më prezente se kur më parë. Në mungesë të një sistemi të mirë të drejtësisë, secili njeri që në zemër e shpirt e ka të mbjellur urrëtien, nuk nguron që këto mendime t'i ndajë me publikun, po të hulumtosh rrjetet sociale mendon se populli heterogjen i Maqedonisë së Veriut po jeton ende në vitin 2001. Në disa faqe Facebooku në gjuhën maqedonase, përveç se çështjet kombëtare si gjuha shqipe dhe përdorimi i flamurit kombëtar shqiptar, tani kanë filluar të ju pengojnë edhe simbolet fetare që u vendosën për muajin e shenjtë të Ramazanit në qytetin e Tetovës. Në këto postime akuzohet komuna e Tetovës për një anshmëri, ndërsa të njëjtit kërkojnë që gjatë festave fetare krishtere të vendosin edhe kryqin nëpër qytet. Nga komuna e Tetovës thonë që ankesat e tilla dhe gjuha e urrëties nuk kanë vend në qytetin multietnik të Tetovës. Nënkryetari Albi Qamili thotë se zbukurimi i qytetit me gjysmëhënën për muajin e shenjtë të Ramazanit është më se normale në një qytet me shumicë muslimane. Ai madje kujton se gjysmëhëna është vendosur kur kanë qenë duke u larguar zbukurimet e vendosura për festat e fundvitit. Mendoj se ajo gjuha e urrëties është e iniciuar nga qarke caktuara që duan vetëm të destabilizojnë këtë tolerancë ndërfetare që ne gëzojmë në qytetin e Tetovës, por edhe më gjerë. Unë mendoj se komuna e Tetovës me zbukurimet dhe dekorimet e saj për festat caktuara fetare dhe kombëtare duhet të pasqyroj realitetin ndërfetar, ndëretnik, ndërkulturor në Tetovë. Për rastin konkret, zbukurimet për muajin e shenjtë Ramazanit janë vendosur po në atë kohë kur kanë qenë duke u hequr zbukurimet që kanë qenë për festet e fundvitit, më konkretisht festën e Krishtlindjeve dhe ndrimit të motpotëve, kështu që nuk ka asnjë lloj hapësire për të keq interpretuar këto veprime. Prandaj dua të ritheksoj se në Tetovë ekziston një tolerancë shembullore ndërfetare dhe nuk duhet të ulëm hapësirë komenteve të këtilla. Qytetarët Maqedonës në Tetovë janë të ndarë në mendime. Disa thonë se fare nuk ju pengojnë zbukurimet me rast të festave fetare dhe kombëtare dhe se jetojnë në paqe dhe harmoni të plotë me shqiptarët dhe muslimanët, por ka dhe nga ata që kërkojnë reciprocitet dhe kërkojnë që të vendoset kryqja në mban qytetit në festat e tyre fetare. Ne misme të uopštem ato da bide so reciprocitet, pošto mi jesmo mešano naseljenje. Kako će se osjećati vi samo da ima jedan znak. Isto to i mi je. Mene uopšte ne mi se sviđa to, nema potreba za nikakva govorna omrza. Naviknuti smo se, živimo jedni su drugi, a ne pokraj drugi, tako da nema potreba da imamo takve misli na jedni kon drugi. Ja živim u zgrada kao što sa site skoro muslimani, živimo prekrasno i tako da nema nikakve probleme. Se čestitamo prazniku сега za Ramazan, oni nam na Velikden i tako. Qytetarët shqiptar në Tetovë thonë se urrëtia nuk duhet të za vend në qytetin tonë, sidomos për vendosjen e simboleve fetare me që shumica e popullatës tetovare janë musliman. Ata thonë se urrëtia fetare dhe kombëtare rritet dhe vjen në shprehje në kohën kur VMRO DPMN-ja vjen në pushtet. Po shikoni, nuk e di, kjo dukuri ka qenë edhe më parë. Po më shumë ti paraqitet kur vjen kjo sistemi i kur i votojnë, vëmëron, kështu për herë paraqiten këto gjonat. Këto gjona janë negative, për mendimin tim nuk pengojnë diçka, çka pengojnë ato. Ato janë simbole që mendoj se nuk pengojnë. Nuk është mirë me u shpreh ashtu. Po do kaloj edhe kjo. Do kaloj edhe kjo. Ma para nuk ka pas kështu gjona, ama që sistemi kur ndryshon, paraqitin kështu probleme. Jo vetëm me këto simbolet, po edhe ja, shikojmë të rritë, do me thonë të rritë nga kacafite njëre me qetrin, paraqitin disa dikuri negative që ma para nuk janë paraqit. Me këtë ndryshim që u bo, dal nga dal paraqitin. Kjo s'është mirë, as për palën qeter, po janë ndodhe. Ne nuk reagojmë kështu si reagojnë ata. Ne shumë mirë reagojmë. Mirë po e pale e kundërt reagojnë. Edhe për ndryshe ne këtu s'ka çka reagojnë ata, 80%, 90% ne jemi, edhe pse nuk duhet të them ashtu, një kumësi jetim që këtu. Mirë po, pengojmë.
me një fjalë imi një popull në dunja, këtë njerëzit janë një. Unë kom qenë 3 herë në Amerikë, na gjenë njerëz mirë. Edhe këto, në Gjermani kom qenë, Luxemburg, në Varshavë, në Prag, Sofia. Në Sofia ka xhami, edhe nderojt bulgaret në Sofia. Ne ish, këtë. Këtë njerës janë, krejohëm. Kur një s'kara pi qelë, jo se ka bëjnë bafshe, pinane këtë janë. Ata e bëjnë në kryesia gjë, atë ureqen. E në njerëzit ma për në urejnë një një qëtërin. Unë kam shua këto plët që kumë përnohë, në për shpeja, Maqedonë, para 30 vjetëve. Ama, së di që bëjnë, mendje pëdallësh. Në fund, Tetova shfaqet si një pasqyre brisht e realitetit ton shoqëror, një qytet ku bashkëjetesa ekziston, por sfidohet vazhdimisht nga zërat e urrejtjes që përhapen më shpejt se arsyetimi. Rrjetet sociale që dikur u munduan si ura lidhse, shpesh po kthehen në mure ndarse, duke rikthyer kujtimet e një të kaluare që shumica nuk dëshiron ta përjetoj përsëri. Megjithatë, përtej komenteve të ashpra dhe kërkesave për përçarje, ekziston një realitet më i qetë, qytetarët që zgjedhin të jetojnë në harmoni, që nuk i shohin simbolet si kërcënim, por si shprehje të identitetit të tjetrit. Kjo pjesë e heshtur për arsyeshme mbetet shpresa më e madhe. Një qytet nuk matet nga simbolet që vendos për festa kombëtare e fetare, por nga zemra që arrin t'i gëzohet festës së një njeriu tjetër që i përket kombit apo fesë ndryshe nga ti.